Pas miratimit të vendimit për përfundimin e rezultateve të rrethit të dytë, KSZ-ja edhe zyrtarisht e informon kryetarin e Kuvendit dhe qeverinë se zgjedhjet kanë përfunduar në përputhje me kodin zgjedhor. Kryetari i KSZ-s Boris Kondarko në seancën e fundit tha se vendimi për përfundimin zyrtar të zgjedhjeve është marrë pasi që gjykata administrative hodhi poshtë të gjitha paditë, përkatësisht u konfirmuan vendimet e KSZ-s për të hedhur poshtë kundërshtimet e lëshuara më parë. KSZ-ja tani më është në pritje të shpalljes së zgjedhjeve në 4 komuna, ku më herët nuk u arrit censusi. Zgjedhjet do të duhet të organizohen në komunën e Gosivarit, Vrapçishtit, Mavrovës dhe Qendrës Zhupë. Pas shpalljes së djeshme që ka përfunduar veprimet për zgjedhjet lokale, tani po informojmë autoritetet kompetente për të vepruar në përputhje me kodin zgjedhor dhe jemi në pritje të shpalljes së zgjedhjeve për 4 komuna ku nuk u arrit censusi, edhe atë në Gosivar, Vrapçisht, Qendër Zhupë dhe Mavrov, dhe në ditët në vijim kur do të marrim vendim për shpalljen e zgjedhjeve nga kryetari i Kuvendit, menjëherë po atë ditë, KSZ do të mbajë seancë publike në të cilën do ta fillojë procesin zgjedhor në pajtueshmëri me kodin zgjedhor me të gjitha veprimet zgjedhore, ku njëherësh do të përcaktojmë afatet veçmas për secilën komunë, deklaroi kryetari i KSZ-s Boris Kondarko. Pas shpalljes së zgjedhjeve në këto komuna nga ana e kryetarit të Kuvendit, në KSZ fillojnë të vijojnë afatet e parashikuara për organizimin e zgjedhjeve sipas kodit zgjedhor, ku brenda 60 ditëve më së voni duhet të organizohen zgjedhjet në këto 4 komuna.